bët fjalë që është pritur krye prifti i ortodoksëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është nuk është një fest e re amerikane, po flet fjalë shumë mirë dhe po lexoj edhe në qesja se kryepiskopi grek i Amerikës si thot Trumpit që juve më kujtoni Konstantinin e Madh, perandorin Konstantinin e Madh, që do zgjidhni gjë. Do thënë, imagjino çfarë ai lozhesh dhe i lutem Konstantini i Madh, se ai e ka thënë në kontekstin e gjasma grek. Ai Konstantini është Dardan. Unë e di që është, po vjen tani. Po thash pra kjo është frustracioni që kemi ne shqiptarë. Dakor. Dhe nga ana tjetër thotë aman të lutem ma shikoni çka do çështën e Kipros. Pra ka shkuar ka lobuar, është një lobim. Dhe ai ka shpërblyer lobi. Është lobi i dytë në Amerikë pas lobit hebre. Shqetësuese nuk është pritja, shqetësuese është deklarata e kryepiskopit grek atje që i thotë që e krahason me Konstantinin i cili është Dardan. Pra përveç që ka cekur automatikisht i ka kërkuar direkt për Kipron, ka cekur edhe çështjet, pra duhet konsideruar se ka cekur edhe çështjet tona në këtë aspekt. Po ka shkuar deri në Kipër, do se ka thënë në gjë tjetër që ne se dim. Po mirë, po ne po mbi këtë që është bërë publike. Jo, atëre, një sekond. Lidhja që bëri Anduena me një vlerë. Pikërisht ndaj në atë aspekt. Pra jo është bravo. Jo, me një vlerë që domethënë aktivizimi i lobit vëlla grek shumë i madh në Washington dhe bën dhe njës Jugu Shqipërisë F-35 e Turqisë janë shumë folur atje.